nuk u arrit që të bëhet rotacioni i pushtetit. Po nuk u arrit sepse ai ishte i zgjedhur i doktorit, nuk ishte i zgjedhur i partisë. Edhe ju kur jeni të tillë, ju doni të gjeni të ngjajshëm si vetvetja, do me thënë që dëgjueshëm. Edhe prandaj u bën cop, çfarë bën? Kur u ndan, për shembull, kur u nda Basha, ai Luli prej doktorit, çfarë si than? Edhe këta që i përmendit ju Bardha e Tkuqi, Zi që janë atje, çfarë nuk i thanë? Mandej kur e pan që ky do psohet, shkuan te doktori prap, sikur kur gjasë. Çfarë nuk thanë këta për këtë deputetin që e bërgosën? Sajani. E ngritën në qiell, që edhe duhet. Tash ka filluar lëvizjet të Tashti i thonë që je do të thënë, nuk ka kur një fër kriteri, kur një fër standardi, bile njerëzor, nuk ka kur gjë. Nëse s'je me mu, ti je armik, ti duhet të shkosh, ti je me piktorin, ti e shkatroj. Nëse nesër kthehesh, nuk je ma tjaj. Ti je i mirë, ti je i... Lash. Po shini, si mundeni kështu të ndërtoni opozit? Si mundeni kështu të ndërtoni edhe shtet? Si ka mundësi që një figurë me një karrierë kaq të gjatë politike, si që është Berisha president, kryeministër, kryetar partije, edhe në kohën kur Basha ishte kryetar de jure i partisë, të mos arri, po themi, që të ndërtoj një opozit duke pas parasysh përvojën e tij politike. Mbas edhe i tërhequr në hije, mund ndërtoj një opozit. Pse s'po arrin Berisha? Qini, unë këtë e kam thënë edhe ma parë, që në Shqipëri, partitë ende funksionojnë simbas mendësisë enveriste, që unë jam partia, e partia shteti. Do të thënë, që nëse nuk e sëndoj unë partin, ajo parti nuk vlen asgjë. Mas shumë ti që mund të bëjnë atë që njeri unë tim të qoj aty, edhe që prap çdo pas ditet vjet të më pyese si të tje. Kryetari komanduar. Edhe partia atje, partia do me thënë identifikohet me prisin, edhe partia identifikohet me shtetin. Edhe atje ende keni shtet parti. Atje ende, nëse është vëreni ju edhe qytetarët, atje ma të ndjeshëm janë ndaj partisë se sa ndaj shtetit. Edhe ma besnik janë partisë se sa shtetit. Edhe kështu që ky është problem i mendësisë, nuk është demokracia me të vërtet, pse ju keni bë 5-6 ligje edhe keni thënë që ne jemi shtet shumë partijak, a nëse mendësia është e njëjtë, si sillen atje kryetarët e partisë? Ai cakton listën e deputetëve, ai cakton çdo gjë, ai cakton gjykatësin, ai don gjitha janë të ati. Kur jetin qeveri, çdo gjë është e jotja, shteti është i yti, është pronë e jotja. Ti nuk drejton shtet, po ty të jepet në pronësi shteti. Kështu është kuptuar në Shqipëri qeverisja. Edhe ju kështu nëse qeverisni atër